Afërdita dhe Mako, këngë shumë e bukur. Faleminderit. Si ishte hajde hajde moj. Hajde t'jekim pak mërzi, ku jeni oj shoqni, me dashni kur qysh nuk jam, e pa juve gjall nuk kam. Shumë e bukur. A dini që... Mirë, besniku pa ty, unë pa Mihrin. Kështu në përgjithësi pa juve bashkë gjallë nuk kemi. Mirë se erdhe. Mirë si gjeta, është kënaqësi na ime qenë në misionin e juaj. Faleminderit shumë, kënaqësia është jona, artistët e mëdhej sjellin gjërat bukura, për të cilat bisedohet, për të cilat debatohet, bëhen shembuj, bëhen modelet bukura për të tjerët, e pastaj të tjerët pyesin, po si është bërë, po si ja ka filluar, e kështu me radhë. Më rapa e kemi Bajramin edhe orkestrin Up Band, që përna përcjellin me tërë kërshërinë e tyre. A ke muzikun të njëhera, ke pas rast me këta, jo? Jo, nuk kam pas rast, ama i kam dëgjua dhe më të vërtet po m'pëlqejnë, janë shumë të mirë. Apo i lavdon veç se janë Bajrami, këta, po? Jo. Bajrami m'pëlqen shumë këndan. Një zëj mrekullushëm, a? Një zëj mrekullushëm. E ka hongër me qitë një dark tash, se na myti. Na myti të na thonë, po shkojnë peshkim, halen, jo se ka zonë. E ka zonë një ditë, ma mirë mos të krahasoj. Shumë të vogël kështu, Afërdit mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Na gjithmonë me artistët jemi me shkas takohemi, po asnjëherë s'kemi bisedu gjatë në spektaklin tonë Odeon. E keni me trashëgimi këngën apo ka këndu dikush në familje? Po, ka këndu. Unë do më thane kam trashëgu e vetëmja për i fëmijëve. Baba im ka këndu më heret. Kështu që unë jam shumë e lumtur që unë Qa ka qenë rapsod? Rapsod, po, ka këndu më herët. Në dasma, ahengjët, Emrin? Si e ka pas? Ramiz Demaku. Ramiz Demaku, ka pas grup sigurisht, Po, ka pas grup. Se këta, ju Drenica, ashtu dhe ja keni thonë në për roda, në për ullun, ballë për ballë, kështu e herë 2, e herë 3, e herë 4, a? Po, është e vërtet se edhe Bajrami kështu, krejt menoj që është Vushtria Ali, Romi Drenica është. Kështu, edhe baba i Bajramit ka këndu, është shumë interesant se, po edhe baba im ka këndu, moti më mbaj men një herë, me motrën e ti, me hallën time që dua ta dorë të rokas, se nuk është ma me ne, është në atë botë. Me hallën time, Hanifen e kanë këndu një këngë për krye krahu, që ishte shumë interesante, e që nuk e dija kemi t'inqizuar dikon tjetër. Po një zë shumë i bukur, do me thonë qenë ka me pedigre kjo që e ke trashëgu për i babës. Nona s'ka këndu, Jo. I ka këndu babës të vesh. Qa sa ka mujtë e ka gudzu në atë kohë? Nona ka pas bol pun tjera, ka pas fëmijë shumë, shtëpia normale. Shumë fëmijë, se sa vete jeni? Jemi 9 fëmijë. 9 fëmijë? Po, 5 motra, 4 vëllezër. Tamam shqiptar që. Tamam shqiptar që, po asë një nuk ka qenë afer me printemi. Vetëm vllau i vogël. Apo, Po. Kam 3 vllazër jashtë, në shtetet jashtme. Një motra të martume, kështu që veç me vllaun e vogël. Edhe pse thojshin printemi që boll pata fëmijë, 9 fëmijë patëm, por vetëm veç me një, kështu që si një, si 10, njëjtë. Prapë. Dëgjoj, megjithatë, kanë herë thojnë nuk mundesh me thonë një si asë një, edhe se bëjnë krahasimin e kundërt. Një sa dush, 10 mujt rëndësi ka që keni vyj, që keni hecë mirë në jetë. A krenohen ata me ty, a knasjen, a je veç ti këngëtare, a ka dhe të tjerë? Po, veç unë këngëtare, edhe pse din me kënu gati të gjithë, por veç unë jam këngëtare. A boni një farë loj okteti, muni 8 veta kështu me... Po, me thonë të drejtin kemi ba, kur jemi konë gjithë familja së bashku. A di se këtë modelin e motrave, sollën motrat mu se përzi aty? Jo, unë mendova që në shpi e kemi ba, dhe më thonë kemi këndu. Unë me ba oktetin, 8 veta, motra dhe vlezër. Po, motra dhe vlezër, po. Edhe nuk na i dhënohet kërkush pas taj. Jo. Si qo, ka njëherë disa gjëra i merë në jetë, kështu, motrat Mustafa, badihava dalin këto motrat broha, i njohin si Mihria dhe Lora, se kotë nuk... Pastaj motra me konë, du të me konë 8, si ato, ju deshet e s'deshet? Ona e me qka the, diçka Lora dhe Mihria broha? E keni emrat, nuk thash kur gjë, mot lutëm se s'kom ka hiku tash. Prit kënej, prit anej, nuk kom... Afërdita dhe Mako, këngë shumë e bukur. Faleminderit. Si ishte hajde hajde moj
Hajde t'jekim pak mërzi, ku jeni oj shoqni, me dashni kur qysh nuk jam, e pa juve gjall nuk kam. A dini që... Mirë, besniku pa ty, unë pa mirin. Kështu në përgjithësi pa juve bashkë gjallë nuk kemi. Mirë se erdhe. Mirë se qeta, është knaqësi na ime qenë në misionin e juaj. Faleminderit shumë, kënaqësia është jona, artistët e mëdhej sjellin gjërat bukura, për të cilat bisedohet, për të cilat debatohet, bëhen shembuj, bëhen modelet bukura për të tjerët, e pastaj të tjerët pyesin, po si është bërë, po si ja ka filluar, e kështu me radhë. Mrapa e kemi Bajramin edhe orkestrin Up Band, që përna përcjellin me tërë kërshërinë e tyre. A ke muzikun të njëhera, ke pas rast me këta, jo? Jo, nuk kam pas rast, ama i kam dëgjua dhe më të vërtet po m'pëlqejnë, janë shumë të mirë. Apo i lavdon veç se janë këta, po? Jo. Bajrami m'pëlqen shumë këndan. Një zëj mrekullushëm, a? Një zëj mrekullushëm. E ka hongër me qitë një dark tash, se na myti. Na myti të na thonë, po shkojnë peshkim, halen, jo se ka zonë. E ka zonë një ditë, ma mirë mos të krahasoj. Shumë të vogël kështu, Afër ditë mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Na gjithmonë me artistët jemi me shkas takohemi, po asnjëherë s'kemi bisedu gjatë në spektaklin tonë Odeon. E keni me trashëgimi? Këngën apo ka këndu dikush në familje? Po, ka këndu. Unë dhe më thane kam trashëgu e vetëmja për fëmijëve. Baba im ka këndu më heret. Kështu që unë jam shumë e lumtur që unë kam. Qa ka qenë Rapsod? Rapsod, po, ka këndu më herët. Në dasma, ahengjët, Emrin? Si e ka pas? Ramiz Demaku. Ramiz Demaku, ka pas grup sigurisht, Po, ka pas grup. Se këta, ju Drenica, ashtu dhe ja keni thonë në për roda, në për ullun, balë për balë, kështu e her 2, e her 3, e her 4, Po, është e vërtet se edhe Bajrami kështu, krejt menojnë që është vushtria li, Romi Drenica është. Edhe babaj Bajramit ka këndu, është shumë interesant se, po edhe babajim ka këndu, moti e mbaj men një herë, me motrën e ti, me halën time që dua ta dorë të rokas, se nuk është ma me ne, është në atë botë. Me halën time, Hanifen e kanë këndu një këngë për krye krahu, që ishte shumë interesante, e që nuk e dija kemi t'inqizuar dikon tjetër. Po një zë shumë i bukur, do me thonë qenë ka me pedigre kjo që e ke trashëgu për i babes. Nona s'ka këndu, Jo. I ka këndu babës të vesh. Qa sa ka mujtë e ka gudzu në atë kohë? Nona ka pas bol pun tjera, ka pas fëmi shumë, shpia normale. Shumë fëmi, se sa vete jeni? Jemi 9 fëmi. 9 fëmi? Po, 5 motra, 4 vëllat. Tamam shqiptar që... Tamam shqiptar që, po asë një nuk ka qenë afer me printemi. Vetëm vëllau i vogël. Apo, Po. Kam 3 vllazëre jashtë, në shtetet jashtme. Ne motra të martume, kështu që veç me vëllaun e vogël. Edhe pse thojshin printemi që boll pata fëmijë, 9 fëmijë patëm, por vetëm veç me një, kështu që si një, si 10, njëjtë. Prapse. Dëgjoj, megjithatë, ka një herë thojnë nuk mundesh me thonë një si asë një, adhe se bëjnë krahasimin e kundërt. Një sa dush, 10 mujt rëndësi ka që keni vyj, që keni hecë mirë në jetë. A krenohen ata me ty, a knashen, a je veç ti këngëtare, a ka dhe të tjerë? Po veç unë këngëtare, edhe pse din me kënu gati të gjithë, por veç unë jam këngëtare. A boni një farë loj okteti, muni 8 veta kështu me... Po, me thonë të drejtin kemi ba, kur jemi konë gjithë familja së bashku. A di se këtë modelin e motrave, sollën motrat mos u përzi aty? Jo, unë mendova që në shpi e kemi ba, dhe më thonë kemi këndu. Unë me ba këtetin, 8 veta, motra dhe vlezër. Po, motra dhe vlezër, po. Edhe nuk na i dhënohet kërkush pas taj. Jo. Si qo, ka njëherë disa gjëra i merë në jetë, kështu, motrat Mustafa, badihava dalin të motrat broha, i njohin si Mihria dhe Lora, se kotë në nuk... Pastaj motra me konë, du të me konë 8, si ato, ju deshet e s'deshet? O na e me qka the, diçka Lora dhe Mihria broha? E keni emrat, nuk thash kur gjë, mot lutëm se s'kom ka hiku tash.